Është shumë i vogël edhe ka bërë shumë trafik. 6 euro ditë motorin. Ne shku me pa, si maj me në emra të shise. Kjo si maj unë. Atë plazhin? Që ishte, po ke plazhi parë, se më trashtërumë. Plazhi që është... Pam perëndimin e, kaloshim mes orizoreve, këtyre fushave të orizit, edhe pam perëndimin. Edhe ulem aty në plazh, po morëm bicikleta, edhe unë Anusja. Ne morëm një vilë edhe në Çangu e morëm. Që e morë? Morëm një vilë me qira në Çangu, se ishim shumë... Ajo duhet jetë, Çangu, po, Çangu, po, aty duhet kemi qenë. Edhe me motor lëvizjet, se trafiku atje, edhe me motor dhe vjen trafiku. Unë edhe me motor s'ma mante, thash po morëm bicikleta. Edhe servitje, shkuaj bicikleta, pam perëndimin, rregull. S'kishte shumë trafik. Kur u kthym lali trafiku. Morëm bicikletë për dorë. Ne e bënim çdo ditë nga një kështu, nga një vend ndryshe. Po. Çdo ditë aq shpesh keni lëviz? U but ishte, po çdo ditë me motorin mëngjes. Pikatoj një vend dhe kudo që vëje ngelesh kështu. Wow. Ishit shumë shok? Ishim një 6-7 vetëm. Ka lezet. Po jo se kur je shumë mirë, të gjithë në një mendje jo zhvil me vonesë, jo unë dua kafe. Edhe ashtu është, po kur varet si shko muhabeti. Po. Kurse duhet shkosh shkon Filipine është komplet është ndryshe. Ma kanë lavdru shumë. Peizazhet që ka, plazhet që ka. Tajlanda i ka plazhet më të bukura se Bali ka më shumë këtë pishinat edhe jetën ato. Kurse Tajlanda është shumë e bukur. S'kam qenë Tajland. Tajland kush? Aty jo nuk kam ka trequr nga që më shumë nga që ka turizmin e shfrenuar dhe prandaj s'kam. Jo, po ke vene kështu, nuk ke nevojë me shku ku janë to jetanotës. Po Filipinet, ke ishuj. Filipinet është edhe mëngjes, edhe Filipinë më kanë thënë, s'kam qenë. Është udhim që do të bësh çift. Po. Se është shumë vend romantik nga këto peizazhet, plazhet, eksploron. Dhe ai ishte në kisha unë, ishte më i bukur i 2025-s. S'po kujt Palawan. Kur ke qenë ti? Unë isha në shkurt. Të vitër? Po. Të shje? Po. Isha në 2 ishuj që të 2 nga ta ishin... I freskët? Ishin wow, po ishin... Shumë Palawani ishte për të parë plazhe, peizazhe, perëndime, kurse kjo Boracay ishte për jetë. Si ishte me çmime me Bali? Bali më i lirë. Nuk e di, më duket më lirë kjo. Filipinët, Se di, ndoshta nga që... Se ne ishim edhe se i pagonte njëri ato, i nalim fund. Për 10 ditë, jo, për 13 ditë, 1.300 euro. Po dhe me hotele me gjëra tjera. Me hotele, që morëm hotele të mira. Po, hotelet janë super. Këtu s'ke shanse, ato hotele të ngërdiku më. Ato gjirët me motor, se amplikin atje me ato motorat. Ato amplikin shumë edhe. Zvesh në mëgjes edhe kanë atë... Se ata kanë oqean atje. Edhe vinë ato dalgët me këto palmat e larta. Shumë bukur. Ajo rëra e bardhë. Shumë bukur. Po ti e afër se unë kam një shok aty dhe shikoja gjithmonë. Shikoja këtë Filipinet, Balin ishin afër. Dhe pse s'vjen ti? Duken afër, Lali, se nuk janë afër. Nuk do një tetor me avion. Se nga Tajlanda, për shembull, në Bali, se kur shkoj Tajland, unë na lëm Bali, se nuk ka direkt nga Australia. Ose ka po shumë i shtrejt, domethënë se do kapësh atë që më e lirë normalisht. Po. Edhe duhet jetë ja 4-5 orë, po, nga Tajlanda në Bali. Po kur ike në Bali, sa ishte bileta nga Australia? $500 të Australisë, shku e ardh, 5 orë udhëtim. Dolar kështu, se njësoj me këtë dolarin amerikanë? Jo, 600, është 56, 300.000 lekë. Kurse këteja është 1.300.000 lekë. Pa shumë rrugë. Ne shkojnë Australianët aty, se është si me qenë Europë, stili Europës, po me ka ma afër, e ma lirë. Shumë turizm ka Bali.
Të jetosh atje duhet të jesh stresuese për ata vendallë. Shumë australian që i kam miqtë e mi, jetojnë atje 6 muaj, 7 muaj. Bëjnë punë, bam këtu. Ja, jo është të kesh atë mund të iksh atje. Rujnë ca lek, ose i 2 vjet, kuptoj, si jetohet lirë. Sa futesh atje, në këto vende azatike, ti je kështu, e ke parasysh që ke këtë shikimin si të egër, edhe kur vetë atje fap, Që të sëmash. se vetë në simbiozë me natyrën, me qetësinë e tyre dhe Ato lokalet e fshatit kështu shkoj, ishim poshtë pemëve, ullë me orizë, aty e këto ushqimet e veta, çajet, gjithë qetë, ato që të shërbejnë, veç tu qesh. Të busqeshur, jo tu qesh me të modhe. Më ka lezet e mërë, sa aq do robi e mërë. Tjera t'i bëj vetën, pak të mos më shif shtremët. E qojmë shtremët gjithë. si e shoku im. Edhe ishte vinte jashtë ai nga Vlora. Edhe vinte jashtë më tregonte foto mua. Që kishte vinte që bënte udhëtimet. Shikoja unë, ori thoshin, në këto foto vetëm buzëqesh ti thashë. Sa je në Vlorë s'ka parë njëri të qeshësh. Çfarë të bëjmë tha? Po i qesha aty dha mua Fatkeqësisht. më vum para. Gjënaf. Ore rinte, i thashëm sigurisht ti sa i relaksuar dukesh tu në foto. Mimoza, rregullon mikrofonin. Ikin rrullat. Pas ke rënë hap atje në Australi. Shqit. Rahat do ishim këtu? Po, s'ka si vënë jetë. Po prap, janë të bukura ato vene, po nuk e kam për patriotizëm, po mu me zeu më pëlqen shumë, nuk e di, aty jap 100%. Po normale se në vendin tënd në këto ndihesh Po. Ja. S'kam shku se jam të umori qik me komën se kam mirë. A do të shkoj unë? Po vetëm me hapsës. Të hap grillat? Për t'i vadit, do t'i vadit se... Për t'i vjëm se s'di. Ka i sti, ajtë se vitë njërë. Jo, nuk ka problem, të shkojmë pastaj. Ja, se qëkaj qika, ti se duen hapat, ose më zbojët shumë tjilë. Ikim tani? Po, qëtësoj njërë, vendosën më. Po du të më shku atje se më kam lërë. Ja, po lej këta. Jo, për sa të hapa të... O mirë, qëkaj 5 minuta të të më gajnë, nuk e komës, por ashtu do të... Do ikin serë? Qëkaj qik deri të hagaj. Po, po. Do t'jali si ka emin. Po që e gdredh, se unë e... Poshtë. Dakord. Që me që janë gjërat e rregulluara tani është e kohë të rinë shpi. Mirëmëngjes. O, sa më flajga, ha? Kingi. Ja.
Okej. Fali sekund. Njesi. Njesi artiste. Që janë shumë bukra këta. Se vogël kjo. Po dalë këti për djellë. Se thava. Sa bukur që kishte për Vlashenti dje. O, çfarë mrekulliet. Shumë bukur. Ka rigjeneru komplet. Komplet. Kisha shumë kopa të dëgjoj muzikë live, të edhe gjithë live. Po. Po kësho. Shumë kësho. Ne adhuroj si artist. Ha? E adhuroj si artist, është unik. Vlashenti është i papar. Ai të bën me bë figurë të mirë kudo. Në çfarë do lloj konteksti.
mos të shumë vetë, mos të shumë ti, se të vetua. Të thanë. I thash për kë. Qa tha? Do vi dikush? Pive kafe ti. Se pi kafe. Ta japi frut egzotik? Qa? Hajde. Ja pra që 2 minuta të marrë ilaçin. Dhe i marrë së Po ja për 2 minuta? Se. Ta është kisha dhoni frut. E ke rujt, e? Ti e ke stenda. Mu se ka parë ku pas tende, se di ku është. Ja, i ka brodi. Egzotik frut. Se shofu. Ta të regoja? Ja prit. Ta ham. Se në mike më rëmë. Po isha shumë e lodhë. Dhe atë flia gjumë. Të ti prezentoj. Plus që më preku shumë atë këngën Sobza dhe u preva fare. Po marri thikun. Veç Se- mos. Vetëm sot marrë ilaçe, se kam një shkencë për të bërë. Të të bëj kështu i dekustim. Po. Lara Croft. Samir, as ka ardhë buka? Lara Crofti më. Ha moj ti. Si fjetër. Dona. Po, vinin i kam thënë. Normal, se kur ja thash nuk e mori kështu. Sepse? Mbasi mbaroi gjëja e volli. Pastaj i thash dhe këtë tjetërën që unë për shumë kur të kam parë ty aty, që du të kuptosh dhe këtë pjesë në ndjesin e spektaklit, gjës që ne jemi, unë kam llogarit që ti ke përqenë 100% i pari aty. Ti ke qenë i pari që ka shkruar fjalën ujku. Jo, këtu nuk e mbante mend. Pastaj i thash, a kishte nominim më të bukur nga ana e spektaklit? Voza, me bujak në kokë. Shumë e bukur. Po nuk kupton shumë gjëra.
ndërkohë që do t'jetë në sfidë vetëm me Mozën dhe me Ilirin. Kupton ku ka ardha i me çfarë ide? Se ai ka një javë që thot dua kokë në kokë me ty ose me Mozën, me ty ose me Mozën. Po ka kohë për edhe Po më vonë. ti vazhdo një herë kënej poshtë. Krijo se të del dhe emri, memorizoj njerëzit kush je. Je ke një javë. Pa dakord për tani. Jo një javë vetëm se nuk je Aleksandër Gjoka po ja fus kot tani. Po. Që njerëzit direkte e fokusojnë gjën. Kur kam fix, kur kam marrë dhunë, kam bërë njëtën punë. Pse kështu se kështu. Eksakt. Nuk si ta bëj ndryshe. S'kam si ta bëj Kesh ndryshe. mundësi se unë nuk do t'i flas, se mbrëm futi ca mufka e ca gjëra. Edhe i thash, dëgjoj, ke për të keqen tande. Jo për timen, këtë lloj arsyetimi. Hipokrit, tradhtar, siç nga të unë s'kam as bërë hipokrizi me ty, as tradhtisën, nuk kam hy me ty, nuk kam hy për ty. Përkundrazi ke ardhur dhe një javë të kam dhënë material. Ndërkohë që mund kisha bërë si bujarit ose si dikuj tjetër komplet dhe ti rrije hafruta rrim pem atje. Po të kam dhënë sepse Po. okej. Po do Po fole që Jo vetëm të me vi me flas, po edhe mend, me. le të diskutoj, po të diskutoj me mend. Se po erdhi të diskutoj pa mend, nuk kam më nervat merrem. Sado që e kam xham. do vi. Se kam këtë javë, ka shumë material për t'u marrë, saj që kam shumë, se ndodhen shumë gjëra të bukura dinamika për të Po. analizuar. Vërtet është. Edhe nata mi ftofi dhe unë arrita bëra një tjetër gjë, se letrat u shkartisën. Marrë vesh. E, Shkartisën Edhe do nxjerrë shumë gjëra edhe unë janë pa. kontrolluar në fund, po me këtë punë do merrem unë sot. Që lenë? Letrat e tjera që janë vënë aty, shku kanë kontrollu, kanë gjyqësleja. Po, jo, them letrat që jemi ne jemi letrat e një tufe që u shkartisëm. Nuk jemi më 12 edhe 3, po ata të 3 kanë deportuar në paksa, në gjën. Po, Fali Indra, lirë se mund ka. pa. Jo, a mund me shti. Leni që kemi bapër, të lutëm se më kam dhënë një detyrë, edhe ti je për zgjelluna. Hajde me mu, me Blerinën edhe me Vinin, se kena i punë të rëndësishme me bë bashkë. Okej? A mund ta dim çfarë punë që të vishëm të Po, përshtatën? veç se kena me shku, mi marë tana gjana që kena hangër mram, Po, mi i pru mra, po. ma në i lajmë, okej, po i lajmë e s'ka rëndësi se lajmë e bajmë mu në Blerina, thjesht duhet Të normalisht ndihmoj unë të ti dhe Vini bashkë me mua në Okej. Blerinën, okej? Po. Sa ma shpejt vi se kena shumë punë. A kupton ti apo jo? Këtë javë do të lejon ty asnjë, vetëm këtë. Shihni se që vëkruat vetë. Po, jo, do ta vej se jam kurishtat e keqë shumë. Nuk i kam thënë rëndësi më beso. Jo, vetëm shifa. Unë nuk do të hyj në diskutime. Jo, nuk e pres. Po tani biseda Jam 100% i sigurt. nuk e pres. Unë do ta lë. E peçar nesër. Shife vetë se si. Thuj që po pati mund,